Kryetari i ri i Mitrovicës, Faton Peci, i cili erdhi në pushtet si derivat i koalicionit Vetëvendosje Guxo, mbrëm ishte pjesëmarrës i mbledhjes me kryesinë e vetëvendosjes, ku vendos për emrat e drejtorëve të rinj me ndërmjetësimin e Prishtinës pas mosmarrëveshjeve mes palëve në Mitrovicë. Mbrëm Faton Peci e çoi shumë lart me Armend Mujën, edhe pas diskutimeve të ashpra lëshoi mbledhjen në mënyrë demonstrative. Arsyeja pse kryetari Peci lëshoi mbledhjen ishte insistimi i tij për emërimin e Enis Osmanit, bashkëpunëtorit të tij të ngushtë në pozitën e nënkryetarit të komunës, pozitë të cilën Vetëvendosje dhe deputeti Muja e kërkonin për asambleisten e vetëvendosjes në Mitrovicën e Veriut, Aida Ferati Doli. Faton Peci i tha Mujës se nuk lëshon pet tek emri i Enis Osmanit dhe që nuk i tradhton bashkëpunëtorët sikur bën vetë Muja. Tutje Peci i tha Mujës se më nuk diskuton asgjë me të dhe se tash e tutje ka punë vetëm me Albin Kurtin, drejt për drejt. Kjo mosmarrëveshje në këtë mbledhje tregon edhe një herë për përçarjen e brendshme mes partnerëve të koalicionit kur në pyetje vjen puna e koltukëve komunal dhe jo parimet e qeverisjes së mirë.